Në fundjavë, në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të Durrësit starton kampionati kombëtar i boksit për tritur. Vllaznia është gati për një pjesëmarrje tjetër dinjitoze, është kampione për të herë të 26 radhazi dhe tashmë synon titullin e 27. Me trajnerin e vllaznisë dhe trajnerin e kombëtares e Zef Gjoni, profesor. Keni pasur lëvizje, keni pasur probleme me dëmtime, me largime, por duket se përsëri vllaznia është një kockë e fortë dhe e synon këtë trofe, sipas asaj që edhe bizeduam së bashku. Po, e vërtet është, një historinë e boksit Shkodrës që në vitin 92 nuk kena pas ma problem ekipin që sa kësha rrallë. Ndemdime, 2 boksera, 2 vitit ka luft 2 kampione, si mjetë nuk janë për arsye shëndetësore dhe nuk kanë pas mundën që në bashkojnë ekipi. Që janë, me emra, mund të theksojmë? Pesha 50 kg edhe pesha 90 kg. Kampionet e vjetëm, sot nuk i bashkojnë ekipi tonë për kampionat, sepse arsyene shëndetësore janë operuar dhe nuk kanë mundësi. Pra është një minus i madh për ekipin tonë, ne jena mundu me gjitha forcët, na është premtu i morë pasën sepse në këtë periudhë hotelet janë shumë shtrejta. Boksia donë paka shumë me pas mundësi me pas i lek për shpenzim, për ushqime, për gjane që koha shumë e pa përshtatshme për ekipin. Na premtu të bashkia disha, nuk dim, s'na këtuja si përgjigje, shojë. Në thonë drejtë, na kena gjithë një mënyrë për disa gjana me pagu hotelet, qyshtar me që atër, me i përnëtu hotelet, me që një pjesë lekve. Ashtë marë me thonë kujna kemi marë pare bërshë. Për të realizu dëshirën e boksera që kanë servit gjithë vitin për këtë moment. Për të fitu titull, me fitu trajtiv, me fitu shpërblive. Ne jena mobilizu, kampionati është shumë i fortë, studenti Tirana pretendojnë Durrësi, po aty edhe gjithmonë si gjithmonë Flora është pretendente. Pa nese do të njësna, besoj se ata boksera kryesorë që janë gjendje shumë mirë, pa rritën qëllimet ata, ashtu si dëshirojmë na. Kush janë disa nga pikat më kryesore të formacionit të vllaznisë në këtë kampionat? Këto janë Dini, Kajoshi, Hajilari, Bekim Vjardha për hatet e ekipit, se rast i bën një sakrifis të papame për ekipin. Pra, që pas janë shumë mirë të që pas sforcohet për me lëviz peshën shumë. Pra ne a i ka me kënë kryqi i kampionatit, a i Kajoshi edhe Dini. Por një plus i madh për ekipin tuaj është edhe, mund të themi, një blerje e fundit. Keni marrë një nga bokserët më të mirë të Shqipërisë, nga Alban Barmetën. Po, janë shpenzu shumë pare për me ju bashku vllaznisë. Janë kërku, por për këtë ka merite bokseri Shkodran Nersan Hysa që e ka binë atë që i bashkohet vllaznisë, me që e në boksin profesioniste nuk ka as ekip, edhe me dëshirë i bashkohet boksin vllaznisë. Pra jena prap të shkojmë për titull. Këta janë të shpenzimet janë të mëdha. Profesor, saktësisht, kur nisin ndeshjet dhe një tip informacioni për ato tifozët e boksit Shkodran që kanë dëshirë ta ndjekin skuadrën edhe në Durrës? Na dim këtë programin ditën e prandë është 8-10 janë tashimet. Shorti, mos andaj, nuk e dim ala se ku i ka caktuar Durrësi. Se Durrësi prap aty ka probleme për pallatin me që kanë vu firmë. Herë nuk e kuptojnë, por ata e kanë vend një organizator orar. Gjithsesi, ne kur ta marrim vesh nesër, larg, që është mbellje, e marrim vesh ku janë orarët e nesër. Pak a shumë. Kena dëshirë që na vini gazetarë nga Shkodra që na njehun. Kena dëshirë shumë, sepse ju për një nesër, çfarë lloj nesër vraponi, në Shkodrë jeni të gatshëm, por çfarë kena dëshirë që na njehni të shihni bokserat tonë pas sportit.